përfundua me 2 recetat. Kalojmë në një tjetër përgatitje. Mendoj që të bëjmë kosën e dim. Pra 1 litër qumësht. 1 litër nga qumshti lufra. Tu kam. Që ta kthejmë në... Që të ketë yndyrë. E gjithë problemi është që të ketë yndyrë. Po, Kam 2.5 yndyrë. Po. Kishte kjo shishe. Kam limonin. Dhe do ta lë qumshtin derisa të nxehet mirë dhe të filloj të krijoj disa bulza anash. Me lëngun e limonit. Pra duhet një përbërës i thartë, që ta thartoj qumshtin e nxehur. Ta presi, e pret. Limoni është gjithmonë pret. Po. Shifeni dhe bëm veçimin tani të kokrizave të bardha që do të kalojnë, do t'i shkullojmë si gjizë dhe pjesës të hirës. Që ne? Duhet gjithmonë një thartues, që mund t'jetë uthull e bardhë, kryesisht limoni përdoret di unë. Edhe uthulla. Edhe uthulla përdoret. E trazojmë, e bëjmë gjizën në kushtet e shtëpisë. Shumë kollaj. E ullë nxehtësinë. Jo më kotë unë kam zgjedhur një... Duhet trazuar që të veçohet. Po të doni mund të shtoni uthull. Unë do të shtoj, ja, fillon dhe veçohet. Po të shë dhe uthull, bëhet një kundër veprim akoma dhe më i shpejt. E përzijej mirë. Do shikojmë, shiko. Veçohen, pjesa e... Se kemi atë ndryshimin e gjizës me rikotën. Rikota e ka më të përqëndruar aciditetin dhe e lëshon në kokriz, është kokriz. Gjë që për mua... është si më një me but. Po, pa tjetër. Ja. Sa më yndyrë të ketë qumshti, aq më e mirë del gjiza. Është e drejtë kështu apo? Pra duhet të ketë yndyrë të jetë i trashë si qumësht që të formohet një gjizë e mirë dhe më pas vendosim ne e kriposim apo jo, e përdorim në gatime në byrek. Do t'i vendosim pak krip, ja të cilë pak krip. Ja. Fillon dhe veçohet. Mund të bëjmë dhe një recetë të shpejtë duke i shtuar pak kopër vaj ulliri, bëjmë një gjizë të aromatizuar. Pra kemi të plot mënyra. Shikoja. Derisa fillon e veçohet vetë, nuk kam nevojë unë, se nëse unë filloj dhe ta trazoj, s'kam nevojë, sepse normalisht, nëse nxehtësia është shumë e lartë, pjesa poshtë zihet. Ja, kjo është. Prihet qumshti, pra duke i shtuar diçka, pra limonin e thartë dhe derisa të veçohet pjesa e gjizës dhe pjesa e hirës. Të dyja janë të përdorshme. Edhe hira përdoret. Hira është e mirë për mëlçim. Zjet një bukmisri me hirë ose buka shumë e mirë. Po, bëjmë bukën, tek specat me gjizë. Në vend të qumshit shtoni hirën. Po. Mund bëhet një supë duke i shtuar hirën në vend të ujit. Patjetër. Pra e gjejmë vendin kudo. E lëm pak sa të bëhet. Që të veçohet edhe pak, do ta kullojmë. Duhet të kullojmë mirë në mënyrë që gjithë të largohet pjesa e lagështirës dhe të mbetet ajo gjiza pjesa e thatë dhe më pas ne... Ja, shife. Derisa, ja. Hirën. A keni shkuar në dyqan dhe keni parë? Keni hirën e djathit, keni hirën e qumshtit? Po. Hira e qumshtit është kjo mënyra që po tregojmë. Kjo pjesa këtu që shikoni ju. A ngitu po e largojmë. Çfarë thashun? Ja. Kjo është që ngjit nga pak. Poshtë po do ta lëm avash pa e trazuar, që të veçohet vetë. Ja, vetëm pjesa këtu. Vetëm pjesa këtu. Dhe shumë e kollajt që nga gjiza ne bëjmë djathin. Nuk do ta bëj sot do kem gjizën. Dhe djathin do t'ja sjell në një mënyrë tjetër, në një formë tjetër. Pra mbaron ky proces, pjesa që mbetet e hirës ka shumë proteina, kështu që nuk e largojmë, por e pime, konsumojmë, e përdorim në gatime, dhe më pas gjizën e përdorim kudo në byrek, duke sjellë meze të ndryshme, aromatizojmë atë. Aq më e plotë del. Dhe më e plotë del. Po. Është më dietike përdorimi më pas, në fetën e bukës me pak vaj ulliri. Pra, mirë është kur edhe e përgatisim vetë, ndihemi dhe më mirë, ndihemi më të aftë, ndihemi çfarë kemi shtuar. E fik.
Ja, tek e përfunduam dhe kam bëritur një telefonat, po pas kemi patur numrin gjatë kohës në ekran. Të përshëndes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, Albana. Mirëmëngjes. Tani po e shikoj Albana në Këshëri, unë bëj të gjithë. Të njëjtën gjë për gjizën. Kështu si po bëj Albana, unë bëj djathë. Po, shumë mirë. Djathë të përgatit kështu, e pastaj në natë, edhe e letë pulloj. Me një pesh sipër. Gjizën e bëj duke tundur gjaltin. Ajkën e qumshit duke e tundur, dhe nxjerr gjaltin dhe lëngu që mbetet e pres me limon e bëgjizë. Interesante edhe kjo mënyrë. Po, kam... I përgatisni të gjitha në shtëpi, këto bulmetin, djathin, gjizën. Si se qumshin e kemi të mirë, kështu që... Bukur fort. E dhe gjitha. Super. Sa kohë lë... Po, mirë, kur kemi kohë, pra tjetër që kur kemi kohë, por nuk është se do shumë kohë me sa kuptoj. Jo, nuk do. Nuk na merr shumë kohë, ja për kaq pak. Dhe pastaj ira që ngelet nga djati dhe është fantastike. Fantastike për shëndetin. Po, e përdorni. Tani atë sa e lini në nap të kulloj, pjesën e gjizës? 4 orë. 4 orë. Më pas ajo fillon ndërtësohet. Duke vendosur dhe një pesh sipër napës? Një peshë sipër. Po. Edhe ri 4 orë. Dhe bëhet që ato më shërka që shërkin fshatarë. Po. Më shërkë djatë. Super. Bravo, të lumt. Të lumshin duar, sepse marrin ide të ndryshme. Bravo. Faleminderit. Sot çfarë keni përgatitur për drekën tuaj? Patlıcan të mbushur. Patlıcan të mbushur me mish. Mish të grirë, qepë, domate, djemë të përgat. E lëm të kulloj, jo, e lëm të kulloj vetë. Ja, dhe ne përgatitëm gjizën në kushtet e shtëpis, po e lëm të kulloj dhe ne patjetër. Shumë të mirë, shumë mirë. Të falenderojmë. Tani kësaj mund të shtojmë krypën, vajnë ullirit në një gjethe koperi, aromatizojmë me fara, si të duam ne, pastaj zgjedhja është e jona. Po të ftohet. E lëm të ftohet. Dhe më pas... Po edhe kështu si që është, se po flasim për më tutje, por me që se kishim dhe koperin, thash bëjmë dhe një recet, kështu e bëjmë atë fetën e bukës, bëjmë specat me këtë gjizën, e ku ka plot mënyra për ta shfrytëzuar. Kjo ishte pra prodhimi i gjizës në kushtet e shtëpis, zgjidhni një qumësh me shumë yndyrë dhe përgatiteni vetë. Erën tjetër do të tregoj Albana procesin e përgatitjes së djathit. Kjo është panorama e recetave për sot, i kemi përfunduar.